Partia Demokratike ka vendosur datën 17 prill për protestën kombëtare, njoftoi kryedemokrati Sali Berisha gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët. Lideri i opozitës theksoi se ky tubim është i dedikuar për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe akuzoi qeverinë për pengimin e institucioneve në mbrojtje të vetes. Edi Rama ke vetëm një rrugë, dorëheqjen sa më parë, me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Nuk do të gjesh paqë kur, nuk do ketë stabilitet kur për ty organizatën tënde të ballukëve kriminal dhe kartelet e drogës në Shqipëri. Berisha shtoi se të gjitha skenaret për proteste janë në agjendë dhe se demokratët janë të vendosur deri në kilometër të fundit për të arritur qëllimin e tyre. Të gjitha këto detyra në udhëtimin tonë. Unë kam deklaruar se tani jemi në kilometrin e fundit. Çfarë do të thotë kilometri i fundit? Do të thotë se kemi vetëm një betejë dhe kjo betejë është armiku Edi Rama për ta përmbysur nga pushteti dhe për shkuar drejt zgjedhjeve të lira. Ai komentoi gjithashtu rritjen e çmimeve të hidrokarbureve dhe njoftoi se PD-ja ka përgatitur një paketë që synon uljen e çmimit të naftës dhe mënyrën që të jetë në nivelin e Kosovës dhe Maqedonisë. Po ti s'mund t'i ndërshkosh ata në këtë mënyrë. S'mund t'u vesh naftën ti pse ka një veturaj me të njëjtin çmim me Zvicrën, e cila ka rrogat 6-8 herë më të larta. Por nafta nuk vepron vetëm tek ata që kanë vetura. Nafta ndikon nëpërmjet rritjes së çmimit të transportit tek çdo qytetar. Nafta nëpërmjet rritjes së çmimit të transportit ndikon në çmimin e çdo produkti ushqimor dhe jo ushqimor që transportohet. Nafta ndikon në koston e çdo prodhimi bujqësor për shkak se të gjitha inputet bujqësore kanë në bazë naftën. I garantoj se ne do të vendosim atë regjim fiskal i cili bën të mundur që nafta në Shqipëri të shitet një lloj si në Kosovë dhe Maqedoni dhe asnjë qindark më shtrejt. Por ama kjo kërkon edhe reagim qytetar. Kjo kërkon që para se të detyrohet të kalojë tek Parmena se nuk e prenoton dot traktorin apo autokambanjen, fermeri të dalë në rrugë, të bllokojë rrugët, qytetari të dalë me makinën e tij të bllokojë rrugët, të protestojë, qytetari të protestojë për çmimet që rriten. Pra kërkon një reagim mbar qytetar dhe unë jam i bindur se kjo do ndodh. Në bashkëbisedim me qytetarët, Berisha bëri thirrje që intelektualët, mësuesit, mjekët dhe pedagogët të ngrihen për të mbrojtur interesin publik.